Ramushi ka orë shpesh në Kosovë legalisht. E keni përmend me Ramushi, kisha dashur me rikujtuar një herë një ngjarje që shkon edhe me një dasmë aty. A mundesh më na? Po. Ai Ramushi ka orë shpesh në Kosovë legalisht. E sa herë si është ardhur. Jo keni njoftë në atë kohë, se Ramushi vetë thotë se vetëm një rreth i ngushtë më ka njoftë. E vërtet. Është ardhur të dajt. Edhe po thot me një rast, a dhe të shkojmë, është një fshat Koronic, komunës Gjakus, të Haxhia mbjem në kohë pronari shtëpis, me morë disa armë. Jem shku në Koronic kom, prej Qabratit Gjakus, dhe atje në shku me kerr, rrugëve të mshefta në përfshatra, Myrta, Lahia, Sokulli, Selina kanë prej Qabrat, unë Ramushin më shku në Koronic, i kem bërë ato armë, ka e nga këthyje, pi thëmë, doj, ta shpejtojmë pak hapin. Tha, jo, doj, ajo është asfalt, është rruga Gjaku, si përshkërën ato fshata del një nik. E atëherë o konë është rrugë me asfalt. Tha, mësë për të zotit, vjena i kërë i milici, se pikrojmë sonte. Në zonë i befasi, janë isa pak më drejtët koba. Atë të rëtë, po deshtë i zotit nuk erdhë, për fatë, po gjatë të asaj rrugë, heske ka dale, shumë ka dale. Një shpatash, që shi thojnë ati katuni, e lojmë Koronicën, nuk, pi nëjmë ata kongator, të pona, defa, tha dhe shkujmë të bojmë pra. Nuk e nishim atë pronorin, dosëm shqiptarë, për nuk e nishim kush është. Ashtë, thë po përhes shkujmë tha dhe pja gjujmë ka pak pori, këshim 20 morë, ka filgjanë që duhet ajo për hajrë. Edhe po qes push për pjetë, e mësë po vinë milicia, ka të këthejhe me zatjetëm ta. Do qëllimi u konë veç më ballafaqu me milicinë serbe. Po qëllimi u konë veç, sidomos i Ramushit, veç mu taku me milicinë serbe. E ka pos gatishmërinë edhe në të kohë. Gjithmonë. Thekë nuk di që është kthejna për Zvicër pa bo dishka.